Pra këta ulërin në Amerika, por në fakt janë duke bërë lojën tjetër. Kolonel, Edi Rama është në siklet, kjo nuk ka asnjë diskutim, por nuk po e lëshon Belinda Balluku në asnjë mënyrë, do të shkoj thot në gjykatë kushtetuese, prokuroria po godet legitimitetin, po godet kushtetutën, atë që e kam zgjedhë unë, e ka zgjedhë populli, nuk ka mundësi ta heqë gjykata, prokuroria, kujt po i çon mesazh ky dhe pse nuk e lëshon Belindën? Atëherë, kjo kutia e zezë e avionit është kjo të rilindjes apo çfarë? Është më keq se sa kutia e zezë e avionit, sepse Spari më lejo të të siguroj që këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa institucione në bashkëpunim me individ të caktuar po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura me agjencitë relevante, të cilat do nuk i përmend këtu, me agjencitë relevante për të informuar në lidhje me gjitha masat që po ndërmerr Edi Rama për të anashkaluar, sepse të gjithë e dinë këtu në Amerikë, administrata amerikane, ambasadat amerikane, shërbimet inteligjente që kanë përfaqësuesit e tyre në Shqipëri e dinë që gjykata kushtetuese është një vegël e Edi Ramës, SPAK-u është një institucion për cilin unë kam shumë respekt, e vlerësoj në mënyrë të jashtëzakonshme për atë pjesë të punës sinqert që kanë bërë, por sigurisht nuk vlerësoj dhe nuk respektoj atë pjesë me 2 standarde dhe me 3 standarde, për cilin dhe përdorimin politik që i bën Edi Rama, të ndyrë politik që i bën Edi Rama. Atyre, të gjitha kanë kuptuar këtë lë dhe pikërisht për këtë arsye që Edi Rama mos t'ia dali dot me gjykatën kushtetuese, mos t'ia dali dot me kërcënimet që ju bën prokurorëve të SPAK-ut, kemi nga njëra anë dërgimin, përforcimin e hetuesve amerikanë në Shqipëri, rritjen e aktivitetit të agjencive të DEA-s me përfaqësim, me shtimin e përfaqësisë tyre, dhe nga ana tjetër edhe të rolit të diasporës shqiptare amerikane, e cila në bashkëpunim edhe me opozitën, po edhe me aktorë të tjerë, po përpiqet që të dublohet, të triplohet në mënyrë që të mos i dhënë asnjë mundësi Edi Ramës për të shpëtuar, sepse Balluku akuzohet për vepra të jashtëzakonshme, për tunelin e Llogaras, për Tigër 1, për Tigër 2, për hetime dytësore, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, transferta bankare 50 milionë euro vetëm në Austri nga një shtetas kosovar, po dëgjoja dje, për shkatrimin e rrugëve 360 milionë euro, Çukës Qafploq, korrupsion galopant tek ARSH-ja, Keshi, OSH-ja, të gjitha me urdhër për Edi Ramën, dhe hetimi i hollësishëm i gjithë këtyre ngjarjeve të çon edhe tek këto aktorë dhe vende antiperëndimore. Përfshitje në përfshi. Po unë besoj që do të kemi kohë në një javën tjetër do të bëjmë një emision të veçantë vetëm për këtë çështje. Absolutisht po. Një pyetje që më bëhet vazhdimisht, kolonel, është nga miqtë tanë, o Kreshnik, u lodhëm, po ju dëgjojmë, po bie qeveria, edhe pak, edhe kështu, edhe ashtu. Ne sigurisht nuk kemi dalë kërkur këtu të bëjmë as parashikime, as shohim filxhan, as të vendosim data, se kemi bërë një pakt, ne duam të flasim gjatë në shqiptarët, jo të bëhemi qesharak. Por, duhet t'i qetësojnë pak ta njerëz, ju sapo thatë diçka shumë të rëndësishme. Dhe me informacionet e mia jeni në kontakte me institucionet relevante atje. Informacionet tuaja janë që qënë ka diçka më e tmerrshme se Belinda Balluku. A mendoni se do të ketë zhvillime këtu në Ballkan, kolonel, dramatike në raport me interesat e shqiptarëve? Mendoni se shqiptarët do të shohin një ditë bardhë? Mendoni që Shtetet e Bashkuara janë në kursin e paqëtimit me këtë popull që vazhdimisht ka patur pritshmëri të larta nga Washingtoni? Spari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë një vend i cili hap çekun e bardhë edhe ju thot shqiptarëve shqiptarët janë përgjegjës në shumicë për këtë situatë me të cilën përballen. Janë dhe i bëj thirrje gjithë atyre patronazhistëve që futen, që paguhen me paratë e krimit, drogës, me paratë e Sinaloas, me paratë e serbëve, me paratë e rusëve. Se kur themi në të vërtetën, ne jemi për rus, kupton?
ose prokines. Skeç i Kur vjetër, themi të vërtetën. Skeç i vjetër. Kur flasim ne për korrupsionin dhe se këto nuk janë hajdut dhe anti-shqiptar dhe anti-familje, anti-humans. Këto janë vrasës, Krishnik. Dhe kur themi ne që këto janë vrasës, u bërë ti Osman, u bërë ti Demir, u bërë ti turkofil, ti islamofob. Kupton ti? Pra Amerika jo ka hapë sytë këtyre për gjithësin, për situatën në cilën ndodhen shqiptarët, sot janë vetë shqiptarët, me pafësin dhe mungesë e përgjithësisë për të votuar kundër atyre për cilën 4 vite ankohen. Qartë, pra shqiptarët ankohen për rilindjen. Shqiptarët shkon punat e zgjedhjet, shesin zgjedhjet ditën e fundit. Qartë, shqiptarë pra vëllezër dhe motra dashur, mos prisni dhurata nga qielli, nuk ka për të bërë detikos, kur nuk keni për ta marrë garush. Bashkoni të gjithë bashkë, krijoni masën përfundimtar. Krijoni masën, bashkoni të gjithë dhe largojeni këtë klik politike të super kriminalizuar, hidheni në koshin e plerave, jo me revolucion, me mjete demokratike, ullun në qendër të Tiranës, 2 javë atje, më mirë rrini 2 javë pa buk dhe kërkoni lirin se sa të vazhdoni të shtypeni, se po vazhdoj kjo situatë në 4 deri në 8 vitet e fundit nuk do të keni mas i pronë. E dini ju që 95% e pronave të shqiptarëve i kanë vetëm 300 rilindas të fshehur nëpër emra kushurish, të gjithë ato piçkat e vogla. Keni parë se si ajo ministra e kulturës, ajo ignorantja, e cila justifikonte apo këto ministrat e tjerë të shëndetësisë. Ka ardhur koha që Shqipëria mos të përfaqësohet me këto dordolec. Qartë. Ministra, me këto hajdut. Ka hajdut. Ka ardhur koha që shqiptarët marrin vetë fatet e kombit dhe të përcaktojnë vetë liderët e tyre. Fundi i tyre është i afërt. Falenderoj kolonel përpara se ta mbyllim shumë shkurt, se di që ju keni një angazhim dhe duhet largoheni tani. Kolonel, një dëshmi nga Ilir Meta nga brenda burgut vjen sot del në shtyp dhe Ilir Meta thotë që kam informacione për 21 janarin. Si e lexoni këtë lëvizje të Metës? Kërkon të rikthehet në skenë, kërkon të testoj spakun, apo vërtetësisht Ilir Meta, i cili ka qenë atëherë në pozicione të rëndësishme dhe ka qenë njëri nga njerëzit që kanë konsumuar pushtet të lartë në Shqipëri, mund të ketë informacione që e trondisin politikën shqiptare? Shumë shkurt, aq sa sekonda sa ju lejon minutazhi juaj, si e lexoni këtë rikthim të Ilir Metës me këtë informacion? Përpara se të thej përgjigje, do them vetëm një fjali. 21 janari, edhe në cilësinë e një nga personat që kam dijeni shumë të mëdha, është një puç shteti organizuar nga Edi Rama me veriorët, në mënyrë të veçantë, me një pjesë të madhe të personat cilët kanë qenë atë ditë në përpara kryeministrisë nga Shkodra, i organizuar për të marrë pushtetin me gjitha format e mundshme. Është pikërisht telefonata e ambasadorit amerikan në atë kohë, të cilët e telefonun dhe zbëthën Edi Ramën, si frikacak që është, s'pari. Së dyti, pa diskutim që Edi Rama, që Ilir Meta, ka informacione, sepse në atë periudhë ka qenë zëvendës kryeministrat e ministrët i jashtëm, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë i përfshirë në qeverisje, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër. Dhe pa diskutim që prova që do t'japi Ilir Meta do t'jetë një provë e cila do të vërtetoj përfshirjen e Edi Ramës dhe të strukturave të tjera poshti, të cilët ishin të urdhëruar për ta realizuar 21 janarin. Dhe një fjali të fundit, ka gjetë 2 mjekrosha dhe nga fshatrat e Pukës, Oroshi, Hamzaj, dhe ka shpikur rrezikun e ri grek. Edi Rama po krijon fortuna me terrorizëm të mundshëm islamik dhe me frikë greke, kolonel, për të zhvendosur popullatën, apo kemi rreziqe të vërteta nga këto? Ato personat cilët janë kapur, një nga të cilët unë njoh personalisht sepse e kam pas dikur herët në repart, është një individ i cili vërtet ka qenë me qasje ekstremiste, është një individ i cili ka qenë burg dhe ka dalë, por ato videot që kanë shpallë në për emisione dje kanë qenë vetëm thjesht
janë vetëm thjesht përdorimi i teknologjisë apo i teknikave të Moskës maskirovska, të cilat nuk janë asgjë tjetër, vetëm tërheqje e vëmendjes opinionit publik nga Bella Mafia dhe nga Rama Mafia, për ta shpërqendruar vëmendjen e këtyre, sepse nga ora në orë vazhdon intensifikohet daljet e informacioneve të palloshave dhe të një fjalori që përdorin ordiner. Këto ordinera që drejtojnë Shqipërinë, këto ordinera që s'kan as moralin minimal, që s'kan familje, janë të martuar një pjesë e madhe të cilët janë fake, martuar me fake. Nuk kanë lidhje fare, janë martuar, kanë bën nga i fëmijë vetëm thjesht sa me fshi ato prirjet e tyre. Është vetëm tërheqje vëmendje, edhe pjesa e Greqisë, edhe pjesa e këtyre, se po t'ishte për xhihadistët, atje në Shqipëri kanë pas drejtoria e antikrimit i marrë gjatë gjithë kohës me shërbimin informativ dhe me njësinë Ranger i ka gjatë gjithë kohës në vëzhgim, dhe në momentin që ato mund të përbëjnë një rrezik ose kërcënim për sigurinë publike ose për sigurinë e qytetarëve, për ndërmarrjen e akteve terroriste, janë gjatë gjithë kohës në përgjigjem, vëzhgim e me radhë, do të ishin arrestuar. Dhe pikërisht është kjo kohë për të hequr vëmendjen që organizohet një operacion. Kjo është analiza ime. Për sa i përket Greqisë, Edi Rama i ka ulur komplet brekët, te grekët ju e dini shumë mirë. Këto i ulin brekët edhe për qef, jo më për të marrë pushtetin. Jo për hall. Në kuptimin figurativ, kështu që këto nuk i hanë njeri, i hajnë vetëm ato që janë qenë budallej. Kështu që tek ne Edi Rama nuk i hec as narrativa parë, as narrativa dytë. Kolonel, falenderoj nga zemra që ishit kaq i vërtet, kaq i sinqert dhe kaq pa doreza. Shqiptarët janë lodhur nga politikisht korrektja, janë lodhur nga këto ballot politike të kujdesshme për të ruajtur etiketat. Falenderoj shumë për kohën tuaj të çmuar dhe për minutat që ju mora më tepër nga sa duhet. Respekt për ju dhe për prezencën tuaj. Ishte kënaqësi, por nuk ka ngel më vend, ka ardhur momenti tani për t'i thënë vetë vërtetën shqiptarëve, nuk ka më etik me njerëzit anti-shqiptar. Faleminderit kolonel.